edhe kur gjunë gur, apo realisht aktivizojnë vetën tonë atë aspektin dhe edukatën dhe mendësinë e ndërtrimit për Allah të manduar. Do thonë gjunë gur, as dim pse po gjun, as kam pe gjun, a pse në shtat, sa më rëndësishme, më rëndësishme që ai që din më mirë se më ka mësuar dhe pe gjuja apo. Do thonë kultivoje aspektin e ndërtrimit, edhe të parulës për Allah të manduar, duke qenë i bindur se në çdo udhëzim ka urtësi, në çdo udhëzim ka realisht kuptim. Pavarësisht a kuptojmë ne kët apo se kuptojmë ne kët, a dim ne kët as e dim ne kët, por gjujtja gurve në esencë duhet të na me kultivu në mas të madhe kulturën e nënshtrimit të parazir në raport me udhëzimet e Allahu xhallahu ala, udhëzimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe me shpreh atë varfënin për Allahu xhallahu ala, edhe varfënin se ku kishe ditë se do të më gjujë fshat gurë apo ku kishe ditë wallahi s'ke ditë kur apo kush të ka mësuar me gjuhë fshat gurë çutë me gjuhë këtu e me bok kush ka mësuar e ka thënë Allah Ibrahimin al-Same çati ka përdhë kurbanin tani ka gjujë shejtane ka thënë Allah njerëz me të mësua apo të kujtohet madhërimi i Allahut dhe kujdesi për ty që ka thënë pejgamber me mësua apo pejgamberi ka bu haxh e tani na kanë marrë për ti haxhin që ka thënë khudhu anni manasikakum merrni pe me haxhin mësoni pe me që bëhet haxh ne kam mësuar pejgamberin gjitha këto më të kujtu madhësia e Allahut vallahi më të kujtu subhanallahu ai kujdesi Allah xhallahu se ishin punë të humbur ishin punë të lënë të mirë të shkret pa na mësuar Allah xhallahu me pejgamberin sa më vonë s'kishim ditë sikurse shumë janë në dunja nuk dinë Allah as nuk pse gjun as ku gjun as çka bën ti e din edhe gurt ku i gjun pse i gjun subhanallahu vallahi shikoj njerëz nuk e din jetën ku e gjun por ne mas trajten nuk din jetën ku e gjun nuk din pasurinë ku e gjun s'din pse çdo e gjun nuk e din pse ato pa kuptim gjithçka ato ti gjithçka kemi kuptim, madje edhe gurti kemi kuptim. Do gurreca 7, ama dim se pe gjuhën atë. E din, madje pejgamberi është kujdes për mallsinë e guralesave. Jo më kon lloj guri. Dini këto detale është kujdes. Pa s'ka nevojë kur gjë diçka tre me nxin këtë fe. Është gjithçka organizuar, gjithçka është shumë bukur e sqaruar. Veç paso edhe në shtrau. Allahu xhallahu ala udhëzimet pejgamberit alayhi salatu wasallam.